Çka prit sot, a ka ndryshim? Nuk pres asgjë. Punët e mira nuk lihen ditën e fundit. Por sot bjen perdja e madhe e mashtrimit 8 mujor, në të cilin mashtrim na shton vazhdimisht se numrat për formimin e qeverisë janë, se ka shumicë se po bllokohet vullneti i popullit Kosovës. Ja tani ka është mundësia për të parë vërtetën para popullit Kosovës. Sot natyrisht nuk votojmë një ligj zakonshëm, sot mandatari duhet të prezantojë shumicën, që është thelbi i demokracisë kosovare. Mbi këtë shumicë do duhet të formoheshin institucionet e Kosovës. Për të formuar këtë shumicë, një njeri që fiton zgjedhjet ose që deri pari nga zgjedhja, do duhet bënte përpjekje me çdo parti politike për të bërë një shumicë e më së paku talente këtë punë në ditën e fundit. Ditën e fundit është show popullist, siç është e zakonshme deri më tani. Po, zotëri Abdizi ka një taku jo me dikën nga partitë e tjera deri tash opozitare, është raportuar për një takim me zotrin Limaj, a ka ndodhur ose e kisha ngatruar datën, nesër e kemi takimin, dhe takimi është miqësor, konsultativ, jo për çështje qendrore. Është takimi i dytë që mbahet për edhe një herë, është që deputetët e LDK-s janë të lirë të votojnë siç mendojnë, por deri më tani kanë deklaruar në vazhdimsi secili prej tyre se pa marrëveshje politike s'ka kuptim tjetë shumica. Anjerë po them, nuk po votojmë një ligj zakonshëm të Republikës Kosovës. Do të ketë një mazhorancë që për 4 vite e udhëheq qeverinë me legjitimitet qytetar. Kur ka mazhorancë, bie që populli i Kosovës i ka dhënë të drejtën kryeministrit të arshëm, kush do qoftë ai, të vendos për fatin e këtij vendi. Ai në kashun që të bëni pjesë ndonjë formacioni për të formuar qeverinë. Nuk ka parti të dytë, nuk ka parti të tretë, të katërt në çështjen e raundit të dytë. Mundet prapë edhe i parë edhe një herë të kërkoj për 10 ditë të ardhshme partia e parë të kërkoj mandatarin, nuk ka shumicë në Republikën e Kosovës. Ju kam thënë kështu nga dita e parë, kështu po del deri në fund, po shkojmë sipas gjitha gjasave drejt zgjedhjeve të jashtëzakonshme, por sot le të shihet qartë. Ajo që kemi thënë gjithherë, që bllokuesit e vërtet janë ata që s'kan arritur për asnjë moment të bëjnë një shumicë të thjeshtë me një marrëveshje politike siç i takon, siç i ka hije secilës parti politike. Edhe është takimi i dytë që po e paralajmëroni këtu. Ju që keni shumë të avancuar se sa ne partitë politike në diskutime. Ju faleminderit për çadrën. Shumë të avancuar. Faleminderit.